Kush prej jush ka dëgjuar për vampirizmin klinik? Është një argument tepër delikat, bile dua të shtoj që kush nuk mundet të dëgjoj disa nga këto argumente që janë pak të forta, le mos ta ndjeki videon. Por për ata që janë të interesuar për informacionet, ndiqeni me vëmendje. Kush është rastësisht të bëj like faqes që të shihemi sërish, si gjithmonë, nuk ju kushton asgjë, dhe dëgjojeni. Vampirizmi klinik ose vampirizmi vlad është një patologji që prek shumë pak njerëz, por kanë nevojë për gjak. Kanë nevojë të pinë gjak njeriu. Kjo nuk është fantazi. Siç u thash fillimisht, është pak i vështirë si argument, por dëgjojeni. Një tip me emrin Richard Case bëri buj të madhe, sepse ishte një i ri që kishte lindur në viteve 1150 dhe ai të parën, pra gruan e parë e vrau që të mund t'i pinte gjakun dhe e mbajti për kohë të gjatë në garazhin e tij. Por edhe 6 të tjerë ai gjatë kohës vrau. Tani çmenduria më e madhe ishte kur vrau një fëmijë. Dhe nuk është rasti i parë, por nga aty filluan që të kuptonin rastin e vampirizmit, pra vampirizmin klinik. Është një etje e madhe, sepse disa psikologë pastaj filluan që ta studionin, është një etje e madhe për të pirë gjak. Ka disa njerëz, disa psikologë mendojnë që është një patologji që ka të bëjë me psiqikën dhe njeri çmendet dhe nuk di se çfarë bën dhe është i çorientuar. Në fakt këtë menduan edhe për Richard Case, por disa studiues, se filluan studimet aty nga viti 1964, nga Kelly e nga Brigg, mos gaboj, John Kelly. Dhe këta vurëre që në botë ka shumë, nuk ishte vetëm ky, pra nuk ishte vetëm Richard Case, por kishte edhe të tjerë. Dhe ajo që është më e keqja, këta tipa gjenden akoma sot. Ka në çdo fushë të jetës. Janë këtu, jetojnë. Por nuk mund t'i them. Nuk mund të them emra, nuk mund të them që ekzistojnë akoma, por që të gjithë e dinë dhe që të gjithë heshtin. Bile është një gjoja artiste që është futur në shoqëritë më të mëdha të aktuale, ka forca të mëdha në politikë dhe në shoqëri, kush e di se përse, dhe kjo edhe artet e saj i bën me gjak njeriu. Po, me disa vullnetar, ka disa vullnetar që bëjnë këtë dhe bile thuhet, është vetëm një thashë them, nuk e di, thuhet që ajo edhe lahet me gjak njeriu. Përveç se dikush mendon që edhe e pi. Tani, pse e hapa këtë bisedë? Sepse tregohet që pothuaj në disa zona dhe disa vende bëhen disa rite. Dhe në këto rite kush shkon? Sepse dihet që ka vite që bëhen këto rite. Dhe në rite dihet që nuk shkon një njeri i thjesht. Zakonisht një njeri i thjesht, një njeri që i thjesht e kam fjalën që nuk ka një pozicion, nuk ka një, nuk është dikush. Ate i gjenë me njerë, sepse e para një që ai nuk mundet, sepse bëhet fjalë për pagesat më dha. Dhe të paktën këto janë thashe themet. E përsëris edhe njerë, këto që po ju them tani janë thashe theme, por ato që ju përmenda fillimisht janë të vërteta. Pra, vampirizmi klinik ekziston. E njohin të gjithë, por të gjithë heshtin, sepse mendojnë që rasti i fundit ka qenë me Richard Case. Pra, në vitin 1950. Pas vitin 1950, sepse ai në vitin pasi e kapën, e burgosën, ai thuhet që vrau veten, sepse ndryshe mund të tregonte diçka,
në vitin 1980. Kështu që ishte shumë i ri. Dhe përveç ti, thash pasi studiuan në Richard Case çështjen, vurërej që ka edhe të tjerë. Pra, po bëhet fjalë John Kelly, ishte një nga psikologët më të mëdhenj të viteve 60-70 dhe në 64 e studioi çështjen e tij dhe çështjen e vampirizmit klinik. Tani duhet të dini që ka një pafundësi, rastesh të tjera akoma sot janë, e përsëris edhe një herë, janë vetëm thashë theme, pra si mund të kapet një njeri nëse janë vetë ata që e projektojnë një çështje të tillë, pra një rit. Nejse, nuk mund të themi shumë gjëra, por doja t'ju informoja që vampirizmi klinik ekziston. Dhe nga pse thuhet që është vampirizm klinik? Atëre, pikë së pari, duhet të dini që vampirizmi vjen nga studimet që janë bërë për vampirin Vlad. Dhe disa mendojnë që janë vetëm fantazi këto, të vampirit Vlad. Por le të themi që janë fantazi. Por nga aty u vurej që kjo patologji është në njeri, në njerëz. Nuk ka nevojë që të rriten dhëmët, nuk ka nevojë që ti të shikosh që ai të transformohet. Jo, është njeri si unë dhe ti, dhe vetëm që ka etje për gjak. Dhe ai atë bën, vetëm pi gjak. Ku do ta gjej, sepse është gjak njeriu. Kështu që janë dhe e klasifikuan përveç Vladit, e klasifikuan si etje seksuale. Sepse në ato momente ka një epsh të tmerrshëm gjatë thithjes së gjakut dhe zakonisht e thithin në qaf, zakonisht, por edhe në gjithë trupin pastaj, por që kryesisht në qaf. Bile ishte një sekt para disa vitesh që e zbuluan në Norvegji, që këta vrisin njerëz dhe në Norvegji mos gaboj, vrisin njerëz dhe u pinin gjakun. Dhe edhe në Amerikë bile para disa kohësh zbuluan një sekt tjetër që edhe këta bënin të njëjtën gjë. Pra ka me mira raste. Dhe thuhet që kjo patologji nuk është vetëm në psikologji, pra shkenca thot që është një psikopati. Por në thashë themet, sepse si që thash gjithmonë duhet ta themi si thashë them, në thashë themet tregohet që kanë epshe, pikërisht pra sepse janë patologji që lindin ose që kanë krijuar probleme në ADN-n e njeriut. Tani, nëse deri në vitet 1980 kishte 1 apo 2 apo 5 apo ndoshta edhe 10. Ju si mendoni? Sot nuk ka fare, ka më pak apo ka më shumë? Kjo është një pyetje që do të dëshiroja një përgjigjen tuaj. Ju si thoni? Pra në vitin 1980 ishte çështja e fundit, si thuhesh, i Richard Case. Dhe kishte edhe të tjerë që ishin regjistruar dhe i kishin studiuar më përpara. Ju si mendoni? Sot, viti 2025, 8 miliard e ca njerëz, ju mendoni se nuk ka fare, ka më pak apo ka më shumë? Dëshiroj një komentin tuaj, do t'i lutesha. Një koment, çfarë komenti doni ju? Pres komentet tuaja sepse këto janë gjëra aktuale. Bile tregohet që ata mira njerëz që humbasin në botë, mira, sepse ata që nuk gjenden janë me mira, pra janë miliona njerëz që humbasin në botë, që ta dini, dua t'ju informoj, por mbi 250.000 njerëz nuk gjenden më. Dhe thuhet që një pjesë e tyre që nuk gjenden, përdoren për disa gjëra, dhe njëra prej tyre është dhe kjo. Megjithatë, thash pres komentet tuaja, sepse deri kur i ndodh dikujt atje larg, duket si fantazi. Pastaj kur ndodh në rrjetet pranë njerëzve,
fillojnë pastaj edhe mendojnë dhe kërkojnë të vërtetën. Informacioni nuk është faj, nuk është gabim, por informacioni është pushtet, dije. Kalofshi një ditë bukur, ju përqafoj.